Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun Jalla Jalaluhu falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Selamet, përshëndetjet mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i dërgojmë. Mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata rrugën e të cilit deri në ditën e gjykimit e pasojnë Allahu Jalla Jalaluhu na bëf prej atyre të cilët e pasojmë rrugën e tij deri në vdekje. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me dersin e radhës në lidhje me jetë rrëfimin dhe jetë përshkrimin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Me të zgjedhërin e njerëzimit, vullën e pejgamberëve, për cilën Allahu Jalla Jalaluhu tha wa innaka la'ala khuluqin azim, me të vërtetë se ti je në shkallën më të lartë të moralit, cilën Allahu Jalla Jalaluhu dërgoi rahmeten lil alamin. E dërgoi rahmet mëshirë për gjithë njerëzimin. Kemi biseduar dhe kemi fol rreth migrimit apo hijretit të sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë dhe kemi përmend se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me Abu Bekrin dhe Aliun ishin të vetmit ata të cilët kishin mbetur në Mekë dhe disa prej të dobëve të muslimanëve të cilët ishin penguar apo ishin burgosur që të mos mund të bënin hijret. Pasi që mushrikët Quraishet ndëgjuan për hijretën e shumicës dërmuese të sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Mekë, prej Mekës në Medinë, dhe kuptuan rrezikun i cili u vinte nga bashkimi i muslimanëve në një vend të caktuar, sikurse është Medinja, pasi që Medinja ishte edhe një pikë strategjike, e cila kalonin të gjitha karavanet tregtare që cilët vinin nga deti i Kuq edhe të cilët vinin nga Shami. Andaj kjo e rrezikonte pozitën edhe gjendjen ekonomike të Qurajshëve. Andaj ata me çdo kusht u munduan që të pengonin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nga hijreti. Jo vetëm kaq, ata e bënën një kuvend në Mekë, në Darun Nadwa, e cila quhet, kështu kanë përmend dietarët e sirës, dhe u bashkuan kokat e Qurajshëve, të mushrikëve, të cilët kuvenduan se si t'ia bënin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse disa fjalë, disa rivajete kanë ardhur se në këtë mexhlis ka marrë pjesë edhe iblisi, shejtani, në formën e një plakut të Nejdit. Mirë po, hadithet apo rivajetet sa i përket kësaj janë të dobta. Megjithatë, ata e kanë bërë një kuvend, mblidhen kokat e tyre, sikurse Abu Jehli, Abu Sufjani dhe kokat më të njohura të Qurajshëve të cilët gjindeshin në Mekë, dhe kuvendonin se çka me bë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prej propozimeve të cilat i dhanë njëri prej tyre thanë se më mirë është që na ta burgosim atë. E nëse na e burgosim atë, nuk ka mundësi që ai të del nga Mekja dhe të përhapet thirrja e tij. Mirë, po këtij propozimi nuk ja vënë veshin shumë dhe kundërshtuan, nga se e kuptuan se nëse burgoset pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe izolohet, patjetër se shokët e tij do të kundërvihen dhe do të marrin hak. Prej propozimeve të cilat ata i dhanë ishte edhe të përzihet krejt të largohet pejgamberi nga Mekja. Mirë, po megjithatë dhe ata tjerë që ishin në kuvend nuk u pajtuan me këto. Nga se po të përzihej pejgamberi çka ishte edhe qëllimi i daljes pejgamberit nga Mekja për në Medinë. Mirë, po propozimin të cilën e dha Abu Jehli ishte që ai të vritet, të mbytet, të bëhet komplot ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ai të vritet dhe të shpërndahut gjaku i pejgamberit nëpërmes fisëve apo në të gjitha fiset. Secili fis të nxjerrë nga një burr i cili është i fuqishëm dhe i shpatës dhe të marrin pjesë të gjithë në vrasjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kështu s'kan mundësi që fisi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të hakmerret me të gjitha fiset e Qurajshëve. Andaj edhe këtij propozimi ju bashkangjetën të gjithë ata të cilën ishin kënd mexhlis dhe bën komplot që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të mbytet. Mirë, po Allahu Jalla Jalaluhu deshi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të njoftohej përmes Xhibrilit alayhi salam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u njoftua dhe u urdhërua dhe ju lejua që të bëj hijret. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte zakon që të kalonte në mëngjes apo në mbrëmje në shtëpinë e Abu Bekrit dhe ta vizitonte Abu Bekrin. Dhe Abu Bekri sa herë që dëshironte të merrte
rrugën për në Medinë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ndalte dhe prit thoshte se ndoshta Allahu xhelle xhelaluhu do ta bëjë një shoqërues. E kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u lejua që të bëjë hijret, atë ditë vizitoi pejgamberin Ebu Bekrin në kohën e drekës, e cila nuk është e zakonshme që mekasit të dalin në kohën e drekës për shkak të nxehtësisë së madhe e cila mbretëron në Mekë. Dhe nuk vizitoheshin në atë kohë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përdori si strategji që t'ja jepte lajmin për hijretin e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu fshehtas që të mos e shihte askush. Edhe kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rrin në shtëpinë e Ebu Bekrit, hyn tek Ebu Bekri dhe i thot Ebu Bekrit se jam urdhëruar apo më është lejuar që të bëj hijret. Atëherë Ebu Bekri i tha e suhbetu ja Rasulullah, tha a do të shoqëroj ty o i dërguari i Allahut? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha po e suhbe, tha do të më shoqërosh. Dhe në këtë rast Ebu Bekri shumë u gëzua për ata dhe Aisha radhiyallahu anha transmeton se kur e kanë dëgjuar këtë fjalë Ebu Bekri radhiyallahu anhu as shumë është gëzu, nga se nga mallëngjimi ka qajt, thotë dhe ka qenë jo natyrshme ta sheh një burr njëri gruaja duke qajt. Thotë në këtë rast e kom pa Ebu Bekrin për gëzimit madh, duke qajt dhe duke i lutuar syt e tij. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përgatiti planin që në vendin e tij, në shtëpinë e tij, ta linte Aliun radhiyallahu anhu që atë natë të flinte në shtratin e tij dhe të mbulohin me gjyben e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Arsyeja ishte se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e la Aliun për një kohë që t'ja u kthej amanetet e atyre të cilët i kishin lënë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njihej për besnikrinë e tij, për sinqeritetin e tij, për amanetin e tij. Andaj shumë prej njerëzve i lënin amanetet e tyre që t'i ruaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe kjo është një prej shkaqeve që pejgamberi e lën Aliun që t'ju kthej amanetet e atyre të cilët i kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nën kujdesin e tij. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me Ebu Bekrin në natën në vitin e 13 apo pas 13 viteve, më mirë me thonë, të shpalljes në moshën 53 vjeçare, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhërohet që të dalë për në hijret nga Mekka për në Medinë. Dhe këtë udhtim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e merr bashkë me Ebu Bekrin natën, dhe jo në rrugën të cilën ishte njohur për në Medinë. Nga se Medinja është në vëritë e Mekës, apo rruga për në Medinë është në vëritë e Mekës, ajo rrugë të cilët kalonin karvanet dhe ishte e njohur për Kurejshit. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e merr rrugën në të kundërtën e kësaj çka ishte e njohur, domethënë në jug të Mekës. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me Ebu Bekrin ngjiten tek bjeshka në të cilën është një shpellë e cila quhet shpella Thaur. Dhe aty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vendoset bashkë me Ebu Bekrin. Mirë, po para se mu vendos në këtë shpellë, në këtë natë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me Ebu Bekrin e bën një marrëveshje me një prej atyre i cili është udhërrëfyes, i cili do t'ju njoftoj atyre për rrugën. E ky ishte Abdullah ibn Arqat. Edhe pse ky ishte i takonte një fisit prej fiseve të cilët nuk ishin musliman, domethënë nuk ishte musliman në atë kohë, mirë po kjo ishte njohur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekri e pan të arsyeshme që të gjenin një udhërrëfyes i cili do t'ju tregonte rrugën, mirë po që ata lidhen një marrëveshje që mos t'i trajtonte ai. E kupton? Edhe kjo është e njohur, dietarët e kanë përmend prej kësaj dhe e kanë nxjerrë si urtësi se në raste të domosdoshme lejohet të mirët me qira apo lejohet të mirët me pagesë dikush edhe nëse nuk është musliman në raste të nevojshme dhe të domosdoshme, sikurse është rasti i këtij Abdullah ibn Arqat. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me Abu Bekrin e lanë që të takohen me këtë njeri pas 3 ditëve pas qëndrimit të tyre në shpellën e Thaur. Dhe nëse e lexojmë jetën apo momentet e hijretit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shohemi se familja e Abu Bekrit radhiyallahu anhu e gjithë familja është angazhuar në hijretin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo vetëm Abu Bekri radhiyallahu anhu i cili sakrifikoi gjithë ato që kishte prej pasurisë së tij në shërbim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po edhe Esmaja radhiyallahu anha,
e cila ishte bia e Ebu Bekrit, ajo e cila e përgatiti ushimin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Saqë në një prej atyre torbave që i lidhte për të përgatitur ushimin pejgamberit nuk kishte me çka ta lidhte. Andaj përmendet në sira se e ka nda atë farbrezin, atë shokën e brezit që e ka pas në dy pjesë dhe e ka lidh njërin prej atyre torbave. Për ata edhe ka marrë emrin dhe etun i Taqini. Gruaja e cila i ka posedu dy ushkura apo dy breza. Këtë nofke ka marrë prej këtij momenti që kanë shpenzuar çdo sen familja e Abu Bekrit radhiyallahu anhu për me i ndihmu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjatë hijretit. Pastaj shërbëtori i Abu Bekrit Amir ibn Fuhaira, i cili e runte kopen, edhe ata Abu Bekri e angazhoi gjatë këtij rrugëtimit për në hijret. Pastaj Abdullahi, djali i Abu Bekrit radhiyallahu anhu, i cili kujdesej për t'i sjellur lajmet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekrit nga Mekja në shpellën Thawr. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me Abu Bekrin ngjiten apo nisën për të shpella Thawr, e pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se ta lëshoj Mekën kthehet edhe një herë dhe e shoh Mekën dhe thot, sikur transmeton Tirmidhiu dhe këtë hadith e ka bën sahih Sheikhul Albani, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nalet para Mekës duke kthyer kokën drejt saj dhe i thot, vallahi ti je toka më e mirë të cilën unë e dua dhe je vendi më i dashur i Allahut subhanahu wa taala, dhe sikur mos më kishin nxjerrë populli im nga ky vend, nuk isha për me dal. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam niset për në shpellën Thawr, e cila i ka dikun afër 4 kilometra larg Mekës. Kështu që pejgamberi sa bashkë me Abu Bekrin këtë rrugtim thuhet se e kanë bërë në këmbë deri te shpella Thawr. E pastaj në shpellën Thawr qëndrojnë 3 ditë. Qëndrojnë 3 ditë apo 3 net pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me Abu Bekrin. Edhe më të vërtetë se nëse e shohim sot pozitën e cilën gjendet shpella Thawr, nuk është një pozitë bash e lehtë për të ngjitur atje. E sidomos për moshën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte 53 vjet, kurse Abu Bekri ishte 51 vjet. Nuk është shumë e lehtë që ta bëj gjithë atë rrugtim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të ngjitet aq lart. Mirë, po kjo ishte sakrifica e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e bëri për në hijret apo rrugës të hijretit për në Medinë. E që e kemi përmendur shpesh herë që Allahu xhelle xhelalu nuk ka mundur që t'ja sjell burrakun pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me i thonë hep dhe shkon në Medinë. Sikur se e ka bë rrugtimin prej Mekkës për Mesdul Aqsa. Mirë, po Allahu xhelle xhelalu ka dashur me dhënë mesim dhe mesazh për gjithë umetin se kjo rrugë, ky din don sakrificë. Ai i cili më shumë ti ka bërë sakrificë për këtë rrugë, për këtë din është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe në gjatë këtij udhëtimi, gjatë këtij hijreti, ka mësime dhe ka dobi shumë të mëdha që dietarët i kanë nxjerrë. Nëse këtë strategji që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përdori gjatë hijretit, ky është mësim. Edhe është mesazh për gjithë neve se si duhet mirën sebepet, se si duhet njeri të angazhohet, se si njeri duhet sakrifikojë muslimani për dinin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që mushrikët nuk arritën ta mbysin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe kur hyn në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e gjetën Aliun radhiyallahu anhu dhe e panë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm se ju kishte shpëtuar nga duart e tyre, kthehen në shtëpinë e Abu Bekrit, nga sa ata dinë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më shumë ti çka e shoqëronte ishte Abu Bekri. Dhe del Esmaja radhiyallahu anha dhe pyesin Esman për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe për Abu Bekrin, dhe ajo ignoron dhe i thotë se nuk e di se ka shkuar. Atëherë thuhet se Abu Jehli ka goditur Esman dhe ja ka gjuajtur vathtin nga veshi i saj në tokë. Aq goditje e madhe që i ka dhënë, edhe pse Esmaja, kjo grua muslimane e ndershme, kjo sahabie e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bëri sabër vetëm për hatër të Allahut xhelle xhelalu dhe mbajti sekretin që mos t'i njoftoi për rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekrit. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë qëndrimit të këtyre netëve në shpellën Thawr, lajmet të cilët i sjellten nga Mekja për në shpellë ishte Abdullah, djali i Abu Bekrit, i cili qëndronte me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam deri në mëngjes, dhe në mëngjes kthehej në Mekë, sikurse nuk ka dalur nga Mekja, sikur të ishte prej atyre që është duke fjetur në Mekë. Dhe pastaj ndëgjonte lajmet se çka thuaj për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekrin, edhe pastaj ja sillte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekrit gjithë ato lajme që ai ndëgjonte në Mekë.
Kurse Amir ibn Fuhejra, i cili ishte një shërbëtor i Abu Bekrit, i cili pastaj e ka pranuar Islamin dhe e ka liruar Abu Bekri, ishte ai i cili i kulloste kopen e tij për rreth shpellës Thawr. Apo vreni çfarë strategjie? Njëtën kohë i ushqente me qumshtin e këtyre deleve Abu Bekrin edhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Po njëtën kohë i humbte edhe gjurmët e Abdullahut, i cili binte lajmet nga Mekja tek shpella Thawr. Edhe të gjithë ishin të angazhuar në hijretin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me detyrat e tyre. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pasi që ndëgjuan mushrikët se me të vërtetë pejgamberi është nisur për hijret, e shpallin lajmin që ta kërkojnë në të gjitha vendet dhe në të gjitha anet. Nisen për në rrugë e cila çon në Medinë dhe nuk i gjajnë gjurmët e tij. Veç asaj ata e japin një çmim për ata të cilët e sjellin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe Abu Bekrin, qoftë të vrarë apo të gjallë, 1.000 deve për kokë. 1.000 deve për ata e cili sjell pejgamberin ose Abu Bekrin. Edhe kjo më të vërtetë kjo ishte një shumë e madhe për atë kohë. Dhe pasi që nuk arritën ta gjajnë në rrugën për në Medinë, arrinte kodra Thawr në shpellën të cilën ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bashkë me Abu Bekrin. Dhe i sillen shpellës për rreth dhe nuk gjajnë gjurmë që aty dikush është brenda. Pasi që shpella e Thawr, dera e saj apo hapja e saj, vrimat e cilën futet në të, është nga lart. Për ata Abu Bekri radhiyallahu anhu, kur vinë mushrikët dhe rrethojnë shpellën Thawr, i sheh këmbët e tyre, të cilët e kanë rrethu. Edhe i thot pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, wallahi, sikur ata ta ulin kokën e tyre te këmbët e tyre, do të na shohin. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha duke qetësuar, ma dhannuka bi ithnaini Allahu thalithuhuma. Tha Abu Bekr, me një rivajeti ka thënë uskut, hesht, çka mendon ti për dy persona të cilën Allahu është i treti në mesin e tyre? Për ata Allahu xhalla xhelaluhu e ka pohuar këtë në Kur'an, thani ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Kur i përmendi për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe Abu Bekrin, të cilët ishin në shpellë, ku shoku i tij tha Abu Bekri pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe njoftoi për ato çka shihte, kurse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha Abu Bekrit, la tahzan, mos u mërzit, se më të vërtetë Allahu xhalla xhelalu është me ne. Edhe kjo është ajo bindja dhe besimi dhe mbështetja në Allahun xhalla xhelalu që kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E pastaj Allahu tha se zbriti qetësi dhe zbriti ushtri të cilën thot ju nuk e shihnit. E për atyre gjërave që shpesh herë ndëgjojmë në sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjatë këtij rrugtimi, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo pejgamberit alayhis salam tek shpella Thawr, Allahu xhalla xhelalu në derën e shpellës ja ka mbi një pemë dhe ka qenë aty një strofëll, disa zogj apo disa pllumba të cilët kanë lënë vezët e tyre, apo një rrjetë e cila ka mbyll derën e shpellës, edhe kur i kanë pa mushrikët këto, kanë thonë nuk pas ka gjurmë se dikush fshihet këtu. Të gjitha këto rivajete, shumica prej tyre janë të dobta apo nuk qëndrojnë. Përveç asaj të cilës disa prej dietarëve kanë ngrit në shkallën e hadithit të mirë të rrjetës së Marimangës. Edhe pse kjo është një prej mrekullive, mund na më thonë që Allahu xhalla xhelalu ka sjellë shkaqe që ti humb gjurmët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk është diçka e pamundshme. Mirë, po nëse ndalmi në bazë të rivajeteve të cilat kanë ardhur, në bazë të saksisë tyre, shumica prej tyre janë të dobta dhe nuk janë të vërteta. Por megjithatë Allahu xhalla xhelaluhu i bëri që ata të mos e shohin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe të kthehen mbrapa. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas 3 netëve të qëndrimit në shpellën Thawr, zbret nga shpella Thawr pasi që ndëgjon apo pasi që e vren se u shqetësu pak gjendja në Mekë dhe merr udhtimin për në Medinë bashkë me Abu Bekrin, Amir ibn Fuhejran edhe Abdullah ibn Arqat, i cili sjell 2 devet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo Abu Bekri ja kishte lënë si amanet që të udhtonin bashkë për në Medinë. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë këtij rrugtimi vrehet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga disa persona, i cili pejgamberi ka lënë pranë një fisit të Suraka ibn Malik, të cilin e keni ndëgjuar ngjarjen e tij, dhe i vjen lajmi Suraka ibn Malikit
se e kena pa disa njerëz të cilat kanë kaluar pranë nesh, edhe mendojmë se është pejgamberi Muhamedi dhe shoku i tij. Dhe Suraka ibn Malik, sikurse që e rrefen vetë këtë ngjarje, dhe të cilat kanë ardhur në hadithe të vërteta, thot përderisa isha i që ulur në mexhlisin me popullin tim, thot merr lajmin nga dikush se e ka pa pejgamberin alayhis salam dhe Abu Bekrin. Dhe unë thot sikurse e injorova, me qëllim çka që unë jam për atyre që e marr atë çmimin madhor të cilën e kishin shpall Kurajshit, 1000 deve për kokë. Thot edhe i thash, jo, mos ndoshta tu ka duk filani apo halani. Thot dhe pas një kohë, pas qëndrimit në atë mexhlis, thot jam ngrit fshehur azi, jam shku, thot e ka marr kalin tim, shtizën time, thot dhe jam nis në drejtim të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe Abu Bekrit. E pastaj kur i ka vretur nga afër, sapo që është afruar pejgamberit alayhis salam dhe Abu Bekrit, Suraka ibn Malik thot jam rënë nga kali im. Pastaj jam zgju prapë, thot dhe kam hypi dhe mundu të afrohem prapë, thot kam rënë nga kali im. Thot dhe kam pa se këtu diçka nuk është në rregull. Me të vërtet këtu ka diçka që është duke më pengu mu, mos t'i afrohem pejgamberit alayhis salam. Thot dhe këtu e kam pasën me të vërtet ky njeri është njeri i veçantë. Dhe nuk është njeri i thjesht. Nga se Suraka ibn Malik, kur e ka kallëzu këtë ngjarje, kur e ka ndjek pejgamberin, nuk ka qenë musliman këtë rast. E pastaj është afru afër pejgamberit alayhis salam, thotë dhe kanë dëgju leximin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kurse Abu Bekri thotë ishte ai i cili kthente kokën anash për ta siguruar rrugën e pejgamberit alayhis salam. Thotë në atë rast kur më kanë vrejt, thotë më ka ra kali, më ka gju kalin e tokë, thotë dhe këmbët e tij të para i kanë ra në gjun deri, i kanë sharru në gjun, kanë sharru deri në gjun, domethënë shkretir. Thotë dhe nuk ka mund me nxirr vetëm se shumë me një forcë madhe. E pastaj thot kur e kam pasë s'ka mundësi të arri pejgamberin alayhis salam, i kam thënë o Muhammed, më jep siguri, më jep amanet. Më jep siguri, amana që unë të kthehem avdhen, sepse nuk do njaftoj askon për ty. E pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka dhënë siguri, e disa rivajete të cilat kanë ardhur, edhe pse ky rivajet dietarët e kanë llogaritsi prej rivajeteve të dobta, është se pejgamberi alayhis salam i ka thënë Suraka ibn Malik, ja Suraka, ktheu nga se çka do të jetë me ty atë ditë kur do t'i vendosësh stolit e mbretit të Kisras mbi kokën tënde. E që pastaj thuhet se Suraka ibn Malik e ka pranuar Islamin dhe në kohën e Omerit radhiyallahu anhu kur është shliru Persia dhe i kanë marrë ato stolit dhe atë kuroren e mbretit të Kisras të persianëve, ja kanë vendosur Surakas mbi kokën e tij, ashtu sikur se i ka premtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Suraka ibn Malik, pasi që e sheh që nuk mund të arrijë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i thot pejgamberit dhe Abu Bekrit, a doni ushqim t'ju jap me vete? Pejgamberi alayhis salam thot jo. Edhe kjo është një nga strategjive që pejgamberi alayhis salam i ka përdorur gjatë këtij udhimi. Nga se në këtë rast Suraka ibn Malik ka qenë një armik i tyre. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ku e din se ndoshta në ushqimin e tij mund të jetë diçka që i shkakton dëm, apo që i shkakton vdekjen e tyre. Andaj pejgamberi nuk ka pranuar diçka prej Surakas. Vetëm se i ka thonë mshefe gjurmët të cilët gjindemi ne. Mos ju tregon njerëzve për nga jemi dhe ka jemi duke shkuar. E pastaj Suraka ibn Malik, sikur se thonë dietarët, në mëngjes është nisur për me i bën dëm pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe ka është kthyer e ka mbrojt pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Nga se ato të cilën e ka takuar në rrugë prej Kurajshve, i ka thonë mos nisni këtë rrugë se nuk ka gjurmë të pejgamberit alayhis salam. Nuk ka gjurmë të Muhamedit dhe Abu Bekrit. Dhe secilin që e ka takuar Suraka në rrugë, në atë rrugë në cilën është nis pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i ka kthyer mbrapsht. Dhe i ka ndihmuar në aspekt pejgamberit sallallahu alajhi wasallam gjatë hijretit. E pastaj gjatë kësaj rrugës pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka marrë rrugën drejt Bregdetit, apo rrugën të cilën e ka marrë në Medinë ka qenë drejt Bregdetit. Rrugë e cila përshkron Bregdetin, edhe pse jo afër shumë Bregdetit, mirë po afër në pjesën e cilën e përshkron Bregdetin drejt në Medinë. Kjo ka qenë edhe strategji që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me i humb gjurmët e mushrikëve që edhe nëse mundohen ata ta mbrin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam as me pas mundësi. E gjatë këtu rrugtimi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kanë udhëtuar gjatë gjithë natës, kurse ditën kanë pushuar. Edhe
gjatë drekës pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bashkë me Abu Bekrin kalojnë pranë një guri të madh i cili kishte hijen e tij dhe ulen dhe pushojnë bashkë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, me Abu Bekri dhe shokët e tyre. Në atë moment vjen një djalash me kupejnë e tij që ti mrizoj delet e tyre në hijen e atij gurit. Dhe sheh Abu Bekri dhe i flet dhe kërkon prej tij që t'i jep pushim, t'i jep qumsht. Dhe ai pranon. Pastaj Abu Bekri e mjel njëra prej atyre delve dhe shkon me e ushqy pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke qenë në xham e pret Abu Bekri derisa zgjohet. E masi që të zgjohet i jep me pi pejgamberin sallallahu për këtij qumshti, saqë ka ardhur në transmetim, thot pejgamberi Abu Bekri radhiyallahu anhu ka pi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam qumsht derisa thot raditu, derisa thot jam kënaq. Pejgamberi sallallahu ka pi qumsht, Abu Bekri është kënaq. Llogarit sikurse na ka herë kur ta shprehim atë dashnin ndaj fëmijës ton, kur e shohim duke hangër dhe duke e pi thojmë o kënaq të hangër, pa kënaq të hangër kur pesha ato të hangër të pi. Domethënë këtë rangun ka qenë dashuria e Abu Bekrit pejgamberit ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, saqë kur e ka pa duke pi qumsh dhe duke u ngi, ka thonë derisa jam kënaq. Abu Bekri radhiyallahu anhu. E pastaj e kanë vazhduar rrugën e gjatë këtij rrugtimi kanë kaluar pranë çadrit së një gruaje e cila quhet Ma'bad. Që dietar pastaj kur flasin për cilësitë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe flasin për fizionominë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, këtë transmetimin e Ma'bad e rënditin prej transmetimeve të cilat e ka përshkruar më së miri pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Edhe pse ka fjalë të dietarëve të hadithit rreth këtij transmetimi, megjithatë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dalet te kjo çadra dhe shen një grua dhe i flet asaj gruas dhe kërkon pejgamberin sa prej saj ushqim. Kurse thot ajo se ne jemi në gjendje thatësie, burri jam ka dalë me i kullot delet, nuk kemi asgjë për ushqimit. Vetëm se e gjon një dele e cila kishte qenë e semur dhe nuk kishte mund të marr pjesë me kopën. E pastaj pejgamberi sa them kërkon leje që ta mjela delen e cila ishte semur dhe ishte plakë dhe ishte shterp, nuk ishte qumsht. E pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtu shihet një prej mrekullive të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se pejgamberi alayhis salam e mjel këtë dele dhe prej saj del qumsht. E pastaj pin ata shoqëruesit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe vet Ma'bad, e cila ishte, domethënë, zonja e kësaj çadre. E pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pasi që vazhdon rrugtimin, vjen burri i kësaj Ma'bad dhe pyet për qumshtin se nga ka ardhur dhe ajo njofton burrin e saj se kështu ka kaluar një person dhe e përshkruan pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në detale specifike sikurse e ka pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e përshkruan më së miri prej përshkrimeve që ka bën Ma'bad pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj thashë se dietar shpeshherë marrin këtë hadithin e Ma'bad që e përshkruajnë fizionominë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e pastaj burri i kësaj gruaje thotë se ky me të vërtetë qenka Muhamedi alayhis salam për cilin po flitet për të në Mekë. Edhe thotë sikur të arrijë këta do ta pasoj atë. E pastaj thuhet dietarët kanë thënë se kjo grua e ka pranuar Islamin, pastaj ka shkuar në Medinë dhe ka banuar në Medinë dhe e ka shpërbly pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pastaj për mundin e saj që e ka bën për pejgamberin gjatë këtij rrugtimi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e vazhdon rrugtimin e tij për 2 javë me rresht, apo 14 ditë apo 15 ditë, sikurse e bin dietarët e sirës. Kur del nga shpella në ditën e ajte të muajit Rabiul Awal, në ditën e hanë me buni halal të muajit Rabiul Awal dhe mbrin në ditën e hanë në Kuba, afër Medinës, të cilën ishin dalë të ensarët apo dilnin në fakt që ta pritnin ardhmën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pasi që ata ndëgjuan që pejgamberi alayhis salam është nisur për hijret, dhe dilnin në çdo mëngjes dhe pritnin ardhmën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam derisa binte nxehtësia e drekës, e pastaj ktheheshin në shtëpitë e tyre. Derisa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atë ditë në të cilën mbritin në Kuba, ata e pritën nga mëngjesi deri në drekë. Dhe masi që filluan të kthehen në shtëpitë e tyre, pejgamberin alayhis salam e sheh një njeri prej jehudëve, prej ehlil kitabit, dhe thret me za, o ju arab, ju erdhi juve prisi juj.
apo si me thonë ai madhi i juaj. Atëherë ansarët kur e shohin ardhin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam bashkë me Abu Bekrin, i marrin armët e tyre dhe dalin në pritje të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe llogarit se çfarë gëzimi kanë pasur sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ansarët kur e kanë bë pejgamberin alayhis salam të gjallë, shëndosh dhe mirë. Për ata kur e përshkruajnë sahabët këtë ditë, ardhin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Medinë apo hyrjen e pejgamberit në Kuba, thonë se ka qenë dita më e gëzueshme, më e lumtur për ne. Kanë dalë gratë, burrat, fëmijët, robërit, shërptorët që i kanë pas për me prit pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ose më mirë me thonë ka qenë një fest për ta ardha e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Kuba. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam qëndron për disa ditë në Kuba dhe aty i vendos edhe themelet e xhamisë së parë, e cila është ndërtuar në Kuba që është edhe sot e kësaj dite. E pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam udhton për në Medinë pas disa ditëve qëndrimi në Kuba dhe aty pritet nga ansarët, nga shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që cilët ishin muhaxhirët, dhe vendoset në shtëpinë më të afërt që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pas në shtëpinë e Abu Ayyub al-Ansariut. Dhe këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam apo këtu mbaron periudha mëkase e cila zgjati 13 vite që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thirri Kurejshit, i thirri Mekasit, i thirri njerëzit në tauhid për 13 vite. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për 13 vite u maltretua, sakrifikoi çdo sen që kishte, i thirri ata derë me derë, derisa u detyrua ta lënë Mekën dhe të bëjnë hijret në Medinë, ku pastaj dhe i vendos shtyllat e para apo themelet e para të shtetit islam, e që me të vërtet ndoshta kishte shkurtimisht sa i përket kronologjisë historike të rrugtimit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nga Mekka për në Medinë, e që në këtë rrugtim, në këtë hijret, me të vërtet ka porosi, ka mësime, ka mesazhe të mëdha që nxjerrmi dhe mësojmë sot edhe kësaj dite, edhe deri në ditën e gjykimit nga hijreti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mësime dhe porosi dhe mesazhe dhe këshilla dhe dobi të cilat inshallah do të mundohemi të përmendim një ders të veçantë. E deri atëherë elusmi Allahun xhalla xhelaluhu, që Allahu xhalla xhelaluhu të na i falë gjunat tona, Allahu subhanahu wa taala të na i pranoj veprat tona. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.